Profesor Flori, një ndeshje e cila u fitua që në pjesën e parë shënua 2 gole, ndërsa pjesën e dytë u mundua shënua dhe 1-3, ndërsa shumë raste të humbura. Sa e kënaqur me të fitore dhe mbi të gjitha me golet e realizuar, sepse thash shpërdoruat goxha raste. Po, siç e tha ti, e theksove, prek aty ku duhet. Them se pjesën e parë ishte një ndeshje luftume dhe mendoj se terreni na tregoi se nuk mund të bëjmë atë futbollin ton cilësor, jo vetëm për ne, por edhe për skuadrën kundërshtare, sepse ka pas këto ditë shira të fortë në Lezhë dhe megjithatë ne u munduam me mbyll ndeshjen pjesën e parë. Shënuam 2 gola, por ishte i kishte 2 luftime, pra ishte një sfidë e cila u luftuan nga dy ekipet. Normalisht cilësitë që kemi në skuadër bajnë dallimin, patëm edhe pjesën e parë 2 rastet e cilat ndoshta të ishin pak më koncis mund ta thellonim rezultatin. Gjithsesi jam i kënaqur me seriozitetin që treguan në ndjem fush, pra nuk ka rëndësi se ke përballë, por duhet të fokusohemi dhe të përqendrohemi tek ndeshjet si të gjitha njësoj. Ndërsa pjesa e dytë ishte një pjesë ku terreni u ranua më tepër dhe pavarësisht dominimit për sa i përket pozicionit të topit, pra ne kishim 1% të madhe topin, nuk u shënunin disa raste, të cilat nuk mund të them se ka qenë neglizhencë, por edhe pjesë e terrenit, por edhe lojtarët kishin treguar në kamp të tyre pak lodhje. Kështu që duhet i kuptojmë, normalisht kur fiton 3-0 nuk ke pse gjen gabimet maja, por gabime ka. Shqyqër si kemi mundësi të analizojmë dhe të jemi më efikas në rastet të tilla. Profesor, filluat me fitore fazën e dytë, ndërkohë që rivalit tuaj kanë lënë pikë. Është shumë e rëndësishme, ne duhet bëjmë punën tonë, duhet ju them djemve, jo vetëm presidenca, por edhe stafi janë në një përkushtim maksimal, pra kërkojmë nga ato që t'jenë profesionista, pavarësisht vendit ku jena. Unë mendoj se duke filluar nga i pari tek i fundit nuk e kemi vendin në këtë kategori, pra mendojmë se duhet jemi një kategori më lartë, dhe kështu që ne duhet ta marrim seriozisht çdo ndeshje dhe të jemi në çdo seancë servitore serioz, por edhe në çdo paraqitje serioz. Nuk ka rëndësi ndeshja para apo fundit, unë garantoj sepse shikoj në sytë e sportistëve në sjelljen e tyre në qasjen e seancave servitore, kanë seriozitet dhe jo vetëm ndeshja para, por do të vazhdojmë kështu me seriozitet deri në fund. Drejt Librazhit me 2 rezultate. Drejt Librazhit ne duhet shkojmë pak më qetë, duhet jemi të bindur, por gjithsesi është një kundërshtar i fortë, kundërshtar direkt, dhe ne kemi potencial dhe kemi forcë që të bëjmë një ndeshje të mirë dhe të marrim rezultatet që do. Testuat edhe lojtarët e Mercatos Dimrit, cili është koncepti juaj ose mendimi juaj për ta? Jo, nuk mund të them testim. Mund të them të shtia janë totalisht të ambientuar. Në ndeshje zyrtare janë absolutisht po. Janë lojtarë me eksperiencë. Antonio e luajti gjithë ndeshjen, ndërsa Giulia e luajti pjesën e dytë, po ashtu dhe Kurbanovi i cili shënoi. Ne shpresojmë se ju kam theksuar gjithkohën kemi bë duke ditë pozicionin se ku jemi, pra në këtë kategori kemi bë gjetje shumë të mira dhe i falenderoj si ato janë bashku grupit dhe falenderoj si aq shpejt janë shkrimë grupin, pa e dalloj edhe në sportistat e tjerë ku janë gjithë kënaqur me lojtarët që janë afruar. Kapacitetet e çdo lojtari janë shumë të larta tek skuadra Beslidhjes, po ndërkohë vjen re, do thojë unë një sindrom i humbjes së shumë rasteve. Tani futbolli këto e ka, nuk është aq e lehtë ne si e shohim nga jashtë ose ne si mund ta gjykojmë tash mas ndeshjes, sepse ka pozicionimi i këmbëve, pra është vendosja e kundërshtarit, janë terreni i cili topi i cili rëndohet, pra janë shumë kushte, por megjithatë unë do të shikoj mbrapa të gjitha rastet e humbura dhe duhet analizuar me qetësi. Suksese. Faleminderit. Supporti Shiroka, por edhe Luzi që fitoi sot, mendoni se mund të krijojnë probleme deri në fund të Mendoj se jemi ndërtuar një skuadër e cila duhet me respektu vetveten, gjithashtu dhe kundërshtarin dhe duhet jemi serioz, pra duhet shikojmë bëjmë punën tonë maksimalisht dhe nëse ne e bëjmë mirë punën tonë maksimalisht, duke filluar te unë i pari dhe te i fundit, them se do arrijmë qëllimin.